Procedurat e tenderimit kanë bërë që Drejtoria e Bujqësisë mos i shpërndajë subvencionet në kohën e planifikuar për 3 mujorin e parë të këtij viti. Drejtori i Bujqësisë në Ferizaj, Xhemail Reqica, tregoi sot se subvencionimi i qytetarëve të Ferizajt me sera që ishte planifikuar të ndodhë në muajin mars ende nuk u bë, pasi që zyra e prokurimit për 2 herë radhazi anuloi tenderin e këtij projekti. Ngjajshëm ndodhi edhe me subvencionimin e fermerëve me preparate për mbrojtje mbimore. Na kemi bën një farë klasifikime të gjithë ata të cilët aplikojnë për përfitimin e tendereve. Stokti të ketë 10 punëtorë në marrëdhënie pune, të ketë një pajisje, një vegël që do ta ndërton atë serë, ti merr 60.000 euro, a mos të kesh asnjë mjet pune. Prandaj ka qenë ndoshta ajo hera e parë që njerëzit kanë ardhur pa përgatitur për tendere, kanë ardhur pa vërtetimin që kanë kërkuar të ketë 10 punëtorë thash në agjencion apo atë kyen agjencioni për çka është tornave personale të kenë në vërtetimin të nasil për tyre për atë kyen dhe në këtë mënyrë ti plotson kushtet. Për gjithë aty në 16 që kanë qenë në tenderin e parë, vetëm një ka qenë i përgjithshëm, prandaj është anuluar. Ka rrezik pastaj në terren të dëshmoj këto investime? Jo, për fat mirë, tash edhe koha na ka marrë pak me vonesë, na besojmë që ky përfitues i cili është përzgjedhës ditën e djeshme dhe sot ka fillu vjen të nënshkruan kontratën, ai është që kishte 26 punëtorë të punësuar në ndërmarrjen e vet dhe po besojmë që ka më qenë shumë më serioz se sa i vitit kaluar. Me këtë rast, Reqica para gazetarëve ferizajas shpalosi punën 3 mujore që ka realizuar gjatë këtij viti. Ai përmendi një varg aktivitetesh që u realizua në kuadër të punës dhe buxhetit që posedon kjo drejtori. Drejtori Xhemail Reqica njoftoi se në këtë periudhë kohore drejtoria e tij u ka ndihmuar qytetarëve të këtushëm që të aplikojnë për grante qeveritare dhe subvencionimin që po bën qeveria e Kosovës për bujqit. Sot është dita e fundit të cilët do të konkurrojnë. Sa i përket komunës nuk ka pas pengesa, gjithë punëtorët janë munduar ndoshta edhe të ju bëjnë projekte, se kanë kërkuar projektet për grande, në atë mënyrë që edhe punëtorët janë munduar në ato format e vete të afrojnë projekte për aplikim. Besoj që Ferizaj do të përfiton këtë vit, për arsye se janë mazhur, kanë kërkesa shumë më të mëdha se vitin e kaluar, se vitin e kaluar ka pas, por ne nuk kemi pas kërkesa sikur këtë vit që ka kërkuar dokumentacion për aplikim. Për vitin 2015, Drejtoria e Bujqësisë ka paraparë të shpërndajë në kategorinë e subvencioneve 314.000 euro, ku këtu përfshihen dhënia 13 serave, preparati për mbrojtjen mbimore, shpërndarja lobëve qumshtore, sistemi ujitjes, si dhe ndarja e 600 koshereve të bledhve.